Seanca parlamentare e kësaj të marte ka nisur me debate, ndërsa në rendite ishin diskutimet mbi çështjet që deputetët kanë evidentuar nga zgjedhësit. Deputetja demokrate Ina Zhupa foli në lidhje me arrestimin e ish zëvendës presidentes së Komisionit Evropian Federica Mogherini, ndërsa tha se ajo mund të jetë mësuar nga mjeshtrit e korrupsionit në Shqipëri. Sot e kuptuam të gjithë se çfarë nuk kuptojmë me standard europian kur flasin qeveritarët tanë, nuk kuptojmë standardin që keni adoptuar të Federica Mogherinit, që keni dhe rektoret Kolegjit e Europës. Me thënë drejtën, zoti kryetar, jam në një dilemë. Nëse këta janë të korruptuar dhe zgjedhin si shokët e tyre për të bashkëpunuar këtu në Shqipëri, apo vinë këtu dhe masterizohen nga mjeshtrat e qeverisë për të bërë të korruptuar. Sepse bëhet fjalë, zoti Peleshi, për një vendimi numër 1 i datës 29/5/2013, i Këshillit Kombëtar të Territorit, që ka miratuar një leje zhvillimi për një kampus universitar atje, që është shqetësimi, besoj, i gjithë kolegëve që ne ta diskutojmë, sepse ky kampus u zhduk dhe ju dha Kolegjit të Europës, dhe ju dha dhe 17 milion euro nga taksat e shqiptarëve për të ndërtuar. Tani shqetësimi, besoj, gjithë deputetëve janë se si ne mund ta fusim këtë gjë në diskutimin e rendit të ditës sot, se si diskutojmë ku kanë shkuar taksat e shqiptarëve, a është një korruptuar më shumë në aferat e qeverisë, sepse këto janë të gjitha me interes se studentët dhe pedagogët shqiptarë do duhet kishin bërë në këto kushte mësim sot, sipas kësaj leje. Dhe kur protestonin të rinjtë e FRPD-s, ju i thoshit që jeni kundra Europës, ju i thoshit që jeni kundra standardeve europiane. Fakt ne ishim kundra korrupsionit. Kreu i Partisë Mundësia Agron Sheaj solli një tjetër shqetësim, duke thënë se kryeministri Edi Rama po ju ushtron presion drejtësisë. Kryeministri i Shqipërisë, i cili ka varsen e vet të pandehur nga Spaku, po sulmon për ditë drejtësinë, po sulmon për ditë Spakun, po sulmon për ditë prokurorët. Prokurorët vet kanë thënë që janë ndjerë të kërcënuar, kanë zbuluar edhe atentate bile. Kjo është shumë e rëndë kjo që po ndodh, zoti kryetar. Ekzekutivi dhe kjo majorancë po ushtron presion ndaj drejtësisë, duke përdorur edhe gjykatën kushtetuese. Mos harrojmë që Spaku dhe drejtësia më në fund kanë nxjerrë para drejtësisë Ballukun, Ametajn, Veliajn, Beqajn. Këta kanë një gjë të përbashkët të gjithë. Janë të gjithë antar të Partisë Socialiste. Me sa duket Spaku duhet të marrit pandehur Partinë Socialiste, zoti kryetar, sepse Partia Socialiste i ka bërë një dëm prej miliarda euro këtij vendi. Nëse nuk ka ilaçe onkologjik, është se Partia Socialiste i dha këtij vendi disa qeveri të korruptuara. Deputeti i Partisë Mundësia Arald Kapri deklaroi se projekt ligji për paqen fiskale është një ligj me porosi që u shërben bizneseve dhe pastrimit të parave. Ne miratuam shpejt dhe pa ndonjë debat në parim projekt ligjin për paqen fiskale, por edhe për fshirjen e gjobave. Në fakt, në 2 radhët e kaluara, kur është tentuar të kalojë nga parlamenti i kaluar një amnisti fiskale, është ndaluar ose rekomanduar 2 herë nga Komisioni Evropian të mos miratohet. Edhe kësaj radhe ne nuk kemi pasur asnjë mendim nga Komisioni Evropian. Tani nisur nga kjo çështje shumë sensitive, por edhe nga shumë elementë të reja që kanë dalë në dosjet e prokurorisë speciale, ku bëhet fjalë që kompani të veçanta mund të përfitojnë dhe po bëhet një ligj me porosi, ju lutem të presim dhe bëhet thirrje që ta shtym miratimin e këtij ligji, sako ne dy deputetët e Partisë Mundësia do i drejtohemi me një kërkesë Komisionit Evropian të japë një vlerësim për këtë projekt ligj. Deputeti i PD-s Luciano Boçi ra dakord me parafolësit opozitar, duke theksuar ndër të tjera se arrestimi Mogherinit është një çështje e rëndë korrupsioni, ndërsa sipas tij socialistët e sollën rektoren e Kolegjit të Europës si një shembull suksesi. Nuk është arrestuar thjesht një zyrtare europiane dhe ne të mbyllim syt edhe veshët. Është arrestuar drejtoresha e Kolegjit Europian, që ju na keni tundur si shembull suksesi, megjithse ky kolegj ka rrëmbyer tokën e kampusit të Universitetit Publik Tiranës. A ka shqetësim më të madh qytetar se sa ky? Pastaj shqetësimi tjetër që vjen, sigurisht është drejtësia,
Pse ja mbyllët mikrofonin zotit Sheaj? Sepse tha një fakt vërtet, kryeministri shqiptar është i vetmi kryeministër që hedh në gjyq sistemin e drejtësisë që e ka nxjerrë nga sqetulla e vet, me cilin krenohet ose krenohen, se tash normali jeni turp gjithë këtij sistemi drejtësisë. Dhe ky është shqetësimi bazik i qytetarëve shqiptar. Dhe shqetësimi i zotit Kapri, po paqja fiskale, që është kundërshtuar si amnisti fiskale nga institucionet europiane dhe nga përfaqësitë diplomatike që prek në mënyrë domosdoshme xhepat e çdo shqiptari. Ky është shqetësim qytetar. Deputeti i PD-s Tritan Sheu ka kërkuar të hiqet nga tregu fos-toksina dhe të shpallet e ndaluar. Që ai substancë kaq toksike, vdekjepruese, ndjellëse vetvrasjeve nga ana psikologjike, të hiqet nga farmakopeja bujqësore. Të ndalohet siç është bërë në shumicën e rrëmuesve të vendet botës, ku realisht hiqje është e hequr, o dhe atje ku përdoret në masa sigurie të plota dhe jo të shitet në për rrugë, në për kioska, duke ngjathur dëshirën, duke shtuar atë dëshirën për të vrasje të trinjve. Është krim, gjithmonë është krim. Unë e di që këtu ulen miliona, ka një element korruptiv të madh që e mban akoma fosoksinën në farmakopenë bujqësore shqiptare, dhe është turp për ne kjo gjë, kur e paguajnë çdo vit me dhjetra të rinj dhe njerëz me jetën e tyre. Kjo kërkesë e Sheut vjen pas ngjarjes në Elbasan, ku një i mitur ndroi jetë për shkak se kishte konsumuar fos-toksin.